një mik im i vjetër i fakultetit më thoshte në telefon që po s'ka gjë se ti me gjërat vështira e mësuar. Është e tmeshme, kupton se po të vulojnë që ti përjetësisht do jesh vetëm në hall në vështirësi, kjo nuk është motivuese, nuk është vlerësues, çdo më thënë kjo s'ka gjë. Jo, jeta duhet bëhet më komode me kalimin e kohës. Komode dhe duke përjashtuar ca gjëra, duke seleksionuar ca tjera dhe duke u qartësuar që nuk e nevojë për shumë për të qenë mirë. Ka nevojë për disa gjëra të mira dhe je shumë mirë. Dhe pretendimi që të duan të gjithë është shumë fëminor. Ç'do të thonë kjo? Është paradoks, është fëminor, me disa njerëz pëlqejnë, disa njerëz pëlqejnë, siç disa njerëz i pëlqejnë, disa njerëz si pëlqejnë. Dhe kur ti bëhesh i vetëdijshëm që unë jam aty dhe unë shpëtova jetën time kur kuptova që ose do të duan shumë, ose do të urrejnë. Nuk ka njerëz që s'kan asnjë mendim, që janë as hanjës, sepse këta nuk ekzistojnë sepse këta nuk njohin. Pra nëse të njohin ose të duan ose të urrejnë. Dhe shumë preken nga kjo niveli i ky po më urren mua dhe mbyllen vetvete dhe zhduken.